në këtë edicion do të ndiqni. Nesër në Tiranë protestohet në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Vazhdon numërimi i votave për kuvendin komunal në Gjakov, cilët janë kandidatët më të votuar. Kino hyri Hana me 2 premiera të reja këtë javë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në Tiranë nesër protestohet në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s që përmbahen në Hag. Organizatat e dala nga lufta fundit e UÇK-s kanë bërë thirrje që sa më shumë qytetarë nesër t'i bashkohen thirrjes për protestë. Protestën e kanë mbështetur edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Nesër në Tiranë, ora 17 do të mbahet një protestë në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po përballen me procesin gjyqësor në Hag. Protesta pritet të zhvillohet në sheshin Skënderbeu, ku qytetarët nga të gjitha trevat shqiptare do të mblidhen për të shprehur mbështetjen dhe solidaritetin e tyre. Qytetarët thonë se kjo protestë është një zë kundër padrejtësive dhe një mënyrë për të kujtuar se lufta UÇK-s ishte e drejtë çlirimtare dhe për liri. Unë qëtë proteste vlerësoj shumë të madhe, shumë kujdesme, për shkak pafajësinë. Duhet më konë pafajësëm se kanë luftu për qëtë vend, kanë dhënë gjak për qëtë vend. Nuk kanë bërë gjatë në shefta, për kanë bërë hapësirë për me liru vendin e vetë. I lutëm gjëse kush ka mundësinë të morën pjesë në protesta. Qofse nuk e respektojnë vetë-veten, kush më na respektu neve. Na duhet me respektu. UÇK-ja ka po punë të madhe, e tash njerëz flasin jo UÇK-ja, mos u ka qenë UÇK-ja, nuk na ndihmoi Evropa. Po kur ka pa që është tamam luftë për parimtare, për shtërimin, po, atë na ka ndihmuar për ndihmi. Protesta ditës së nesërme do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Tiranë, me fillim nga ora 17 dhe pritet pjesëmarrje masive për të shprehur pakënaqësi ndaj gjykatës speciale. Në qendrën komunale të numërimit të votave në Gjakov, puna po vazhdon sipas ritmit të planifikuar, ku edhe rezultatet e kandidatëve për kuvendin komunal vazhdimisht po përditësohen. Procesi i numërimit pritet të përfundojë nesër. Procesi i numërimit të votave të kandidatëve për kuvende komunale të cilat garuan në zgjedhjet lokale, të cilat u zhvilluan me 12 tetor, po vazhdon në qendrën komunale të numërimit në Gjakov. Sipas zyrtarit të lartë komunal të zgjedhjeve në komunën e Gjakovës, Sarmir Rexhaj, procesi i numërimit deri në këtë pikë po shkon ashtu siç është parapart, dhe që deri në momentin kur po raportojmë janë numëruar 29 kuti në ndërrimin e paradites, ndërsa kanë mbetur të numërohen edhe 35 kuti në ndërrimin e pasdites. Tutje nga qendra komunale e numërimit në Gjakov u bë ditur që i tërë procesi i numërimit të votave për kandidatët për kuvende komunale pritet të përfundojë nesër në ndërrimin e paradites që fillon nga ora 9 e vazhdon deri në ora 15. Mbështetja produkteve vendore dhe bojkotimi i produkteve serbe është apel i vazhdueshëm nga Aleanca Kosovare e Bizneseve. Krahas këtij institucioni edhe konsumatorët individualisht po bëjnë thirrje për bojkotim të produkteve serbe dhe zëvendësimin e tyre me produkte vendore. Mbështetja e produkteve vendore dhe bojkotimi i produkteve serbe është apel i vazhdueshëm, sidomos pas disa statistikave të muajve të kaluar, ku është parë rritja e importit të produkteve serbe në vendin tonë. Thirrjet e vazhdueshme vijnë edhe nga konsumatorët, të cilët individualisht bëjnë apel që të bojkotohen këto produkte dhe të njëjtat të zëvendësohen me produktet vendore. Fushatat të ndryshme për bojkotimin e produkteve serbe vazhdimisht marrin vëmendje, sidomos ku nëpërmjet rrjeteve sociale bëhet thirrje për ndërgjegjësim qytetar për bojkotimin e këtyre produkteve dhe zëvendësimin e tyre me produkte të cilat prodhohen në vend, duke shtuar edhe më shumë vetëdijen kolektive dhe duke përmirësuar ekonominë vendore. Në kronikat e shumta të realizuara vazhdimisht nga televizioni Syri në lidhje me bojkotimin e produkteve me origjinë serbe,
Në opinionet e qytetarëve, theksohet se nëse blihen këto produkte, po financohet shteti I cili ka kryer veprime gjenocidale mbi popullin e Kosovës. Vlen të ceket se në këtë drejtim, përveç konsumatorëve, edhe bizneset e organizata të ndryshme vazhdimisht synojnë promovimin e produkteve të prodhuesve lokal. Njësia e Drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në asistencë nga njësi tjera të Gjakovës ka bërë të ditur se ka realizuar sot urdhëresën e lëshuar nga Gjykata Themelore Gjakov për bastisjen e pronës së të dyshuarve. Gjatë bastisjes janë gjetur edhe sekuestruar disa prova si substancë që dyshohet të jetë narkotike kokain me pesh 5,71 gram, një pushka ajrore 23 fishek të revolës, 2 peshore dhe dëshmi tjera relevante me rastin. Policia gjithashtu bën të ditur se për veprimet lidhur me rastin është njoftuar prokurori I shtetit pranë prokurisë themelore në Gjakov. Provat materiale janë sekuestruar dhe është proceduar rast për blerje, shitje, posedim të substancave narkotike. 2 të dyshuarit me vendim janë ndaluar me afat deri në 48 orë. Në gjithë globin, përmes fushatave të ndryshme, sot synohet të rritet vetdia kolektive mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin dhe mirëqenjen e individit. Në ditën botërore të ushqimit, specialistja e intolerancës në ushqim, Anila Kalleshi, nga Shqipëria ka treguar disa nga faktorët kryesor që janë parakusht për një ushqyerje të shëndetshme. 16 tetori shënon ditën ndërkombëtare të ushqimit, ku synohet të rritet vetëdia mbi rëndësinë e ushqimit. Në një lidhje virtuale, specialistja e intolerancës ushqimore nga Shqipëria, Anila Kalleshi, ka treguar për zakonet më të dëmshme ushqimore të shqiptarëve. Kur flasim për shqiptarët, natyrisht kanë mjaft dëshira për të konsumuar sasi të lartë të kripës dhe ushqime mjaft të përpunuara. Kjo natyrisht shoqërohet, dim që tashme konsumimi I tepërt I kripës shoqërohet me hipertension, natyrisht prezenca në produktet e fast foodit, ushqimet e konservuara, salsat industriale kanë të fshehur krip brenda. Gjithashtu, mungesa e perimeve dhe frutave, si dhe e fibrave natyrore. Një dietë që nuk ka perime dhe fruta, pra që është e varfër në fruta dhe perime, nuk siguron mjaftueshëm fibra, gjithashtu nuk siguron antioksidant, po kështu mikronutrient. Sipas specialistës Kalleshi, është e rëndësishme që qysh në moshë të hershme, fëmijëve t'ju ofrohet kulturë shëndetshme të ushqyerit në mënyrë që të ruajnë këto zakone edhe kur të rriten. Fëmijët që mësojnë të konsumojnë që në fëmijërinë e tyre, fruta, perime, ushqime të papërpunuara, të kenë marrëdhënie pozitive me ushqimin, ka një probabilitet shumë të madh t'i ruajnë këto zakone edhe kur të rriten. Nëse ne edukojmë fëmijën që në moshë të vogël, ne parandalojmë obezitetin dhe smundjet metabolike. Është shumë e rëndësishme në politikat shkollore ose programet e fëmijëve të jemi vazhdimisht prezent ndoshta me këshilla dhe për t'i treguar dhe ndërgjegjësuar fëmijët për rrezikun që shfaqin konsumimet e ushqimeve me sheqer dhe yndyrnat e rrezikshme. Në ditën ndërkombëtare të ushqimit, specialistja Kalleshi pati edhe një mesazh, duke u shprehur se sot më shumë se kurrë, ushqimi është fuqi. Mesazhi im kryesor për ditën ndërkombëtare të ushqimit 2025 është që ushqimi është gjuha jon universale e jetës. Çdo vakt që ne zgjedhim është një vendim për shëndetin ton, për planetin, për të ardhmen që duam të ndërtojmë. Sot më shumë se kurrë, ushqimi është fuqi. Një botë ku miliona njerëz vuajnë nga mbi pesha dhe miliona të tjerë vuajnë nga uria, sfida jon është të ushqemi me ndërgjegje. Jo vetëm për veten, por edhe për tjerët dhe për tokën të gjithë që na mban të gjallë. Le ta kthejmë ushqimin në akt dashurie, përgjegjësie dhe respekti. Në ditën ndërkombëtare të ushqimit synohet të rritet ndërgjegjësimi për ushqyerje të shëndetshme të sigurt dhe të përhapet vetëdijsimi për ata që vuajnë nga uria dhe keq ushqyerja. Muaji I ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit edhe në Kosovë duhet të shërbejë si shenjë mbështetje për gratë që po përballen me këtë sëmundje dhe për të rritur vetdijen për kontrollin e hershëm. Profesionistët shëndetësor thonë se pavarësisht zhvillimeve të sofistikuara në trajtimin e sëmundjes së kancerit, ende trajtimi I kësaj sëmundje merr kohë dhe duhet kujdes të vazhdueshëm.
Muaji tetor është muaji i cili i dedikohet ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit. Kjo sëmundje vazhdon të jetë njëra ndër sëmundjet kërcënuese për shumë gra në vendin tonë. Duke e marrë parasysh që ky muaj dedikohet kësaj sëmundjeje, nga qendra e mamografisë në qytetin e Gjakovës kanë bërë të ditur se që nga fillimi i muajit tetor deri më tani, në këtë qendër janë kryer 77 kontrolle përmes mamografisë, që është një numër më i lartë se sa muajve të tjerë të vitit. Nga këtu bëhet ditur që qendra e mamografisë në Gjakovë është funksionale për gjatë gjithë vitit, por numri më i madh i grave që kryejnë mamografi është pikërisht gjatë muajit tetor. Ndërsa sa i përket kontrollit të raportit nga mamografia, nga kjo qendër u bëhet ditur që raporti kontrollohet brenda qendrës nga mjeku, i cili ka kontratë për të bërë leximin e rezultateve të dala nga mamografia. Ndër të tjera, nga këtu u bë thirrje që në momentin që gratë dyshojnë që diçka nuk është në rregull, të vinë të kontrollohen përmes mamografisë, në mënyrë që kjo sëmundje të zbulohet sa më herët. Pasionin për kalirim Hill Rukaj e ka prej disa vitesh, edhe pse i shtyrë në mosha e kujdesit vazhdimisht për kalin e tij, duke u përpjekur që të mos i shmanget kalirimit dhe kujdesit për të. Hill Rukaj, 77 vjeçar nga fshati Osekpash, prej shumë vitësh merret me kalirim, pasion ky që e ka ndjekur qysh nga mosha rinore. Edhe pse i shtyrë në mosh, a i thot se dëshira për të kujdesur për kuajt ka filluar atëherë kur kali shfrytëzohej për të kryer shumë punë të fshatit. Qërse jam konë djalosh i ri, jam konë marrë në kuaj. Krejt tokën e pënëshna me ta. Me livru mirë, po atë nuk kam pas shumë kohë për me dalë sukot tash si dalë, vetëm pa shalë, pak me u gra, e me kerë. Mirë po, tash më si ka pak i tru mundësia në pension, po kam dalë edhe në për shtetit tjera më shku cëllë me i gra. Kualve ka një audit me bo përshim, që shumë si do. Kujdesin për kalin e tij, Hilli e ka të përditshëm, me shumë përkushtim ja përgatit edhe ushqimin që i duhet atij. Kujdes të madhë mas pari, shumë. Sukur i vlatë të shpisë, po përbesë. Këta kam dhe për shef që 6 vjetë të vonë të mushme tash, se e kom ble. Kjo konë si mas i vogël, 2 vjeqarë, e kom rrit vetë për ishtash. Si është ajo gjësia, si e kalon kohën me ta? Për çdo ditë dalë me ta, ka një orë zhjës, 2, për çdo ditë, atër vim në shpi, edhe regullojmë. Për besë më orarë, sukur i një soni. Mëngjesin ka ora 7 ka me hangër, mëngjesin jeshes 1 kile kalamësh, 2 shargarepa, 1 mull, edhe mëngjesin edhe pak të fojnë. Mes tjera, Hill Rukaj thot se kujdesi për kalin kërkon durim dhe dashuri. Sukur babi si kalon me një fëmijë, apo kupton. Tash ku ti thamë dishka djali zhyshit rrin mirë, ku ka janë sikur fëmija. Kali janë sikur një fëmijë i ngushëm, i pa ngushëm, a ky ngën shumë, ky është shumë i urtë, ky është shumë djalosh për bes po. E do të me pas shumë kujdes, me punu me ta, sikur sot tash për shembull kam punu pak, 1 orë gjys, tash shkon e pin ujt, edhe është në shtallë, hanë dreken, mas dreke e shojnë divar. E shkon atje, rri ka një 2 orë në divar, me ta, edhe ka punë, amo e bëhesh me shef. Për Rukajn, kalirimi nuk është vetëm pasion, por mënyrë jetese që i jep kuptim për ditëshmërisë, edhe në moshën e shtyrë. Procesin e mbjelljes së grurit e ka finalizuar sot Pashk Bushaj nga fshati Trakaniq. Ai thot se me shumë përkushtim është përpjekur të mbjellë gjithë sipërfaqen e tokës, duke pritur edhe rendimete të mira nga puna e kësaj sezone. Në fshatin Trakaniq, bujqit kanë filluar mbjellje të grurit në kushte shumë të favorshme, duke shfrytzuar motin e qëndrueshëm dhe periudhën më të përshtatshme për këtë proces. Pashk Bushaj thekson se moti i mirë dhe kushtet aktuale po ndihmojnë shumë në realizimin e mbjelljeve në kohë. Për momentin po mbjellim grurin,
e kemi, po mendoj është koha më optimale për me miell grunin qëtash, edhe për i kohë si na shumë mirë, është kohë me rregull, tash inshallah po na marrin çështu, vazhdojmë. Unë për veti i kam miell dikun që ky du të më konë i 4 hektar, i kam edhe 1 hektar e gjysmë miell, nuk është keq, është përfitues. Kush don me punu, është mirë puna. Është përfitim, edhe mirë im konë edhe me subvencione, edhe me të gjitha. A i shtonë se ndonë se makinërit bujqësore janë të vjetra, fermerët po vazhdojnë të punojnë me përkushtim, ndërsa subvencionet kanë ndihmuar disi në zhvillimin e punës. Makinëria është shumë e vjetër, edhe kina masinat, sidomos kjo mielësja është pak e vjetër, është traktori nuk është i vjetër, po me pas me subvencionu edhe pak nërbujs, është konë mirë. Mirë është konë. Po nuk është edhe keq, kanë fillu me të madhe të punu, mirë është, janë kthy mirë shumë. Nga aty u tha se shpresojnë që të ketë rendiment të kënaqshëm. Edhe gjatë kësaj jave, Kino Hyri Hana ka planifikuar një varg filmash për film dashësit. Sot në ekranin gjigant të kinos do të shfaqen premjerat e filmave God Fortune dhe filmit e zhandrit horror Black Panther 2, premjera do të shfaqen edhe në termine tjera deri më 19 tetor. Sonte në Kino Hyria Hana në Gjakov shfaqen 2 premjera të reja që do të kënaqin publikun e çdo moshe. Njëra është komedia me elemente fantazia Good Fortune, e cila do të shfaqet sonte në ora 18, ndërsa do të ketë edhe një tjetër premjer sonte në ora 20, ku do të shfaqet filmi horror Black Phone 2, që pritet të sjellë emocione të forta për adhuruesit e këtij zhanri. Kështu bëri të ditur Donjeta Bobi, menaxhere marketingut në Kino Hyria Hana. Këtë javë në Kino Hyria Hana e kena 2 premjera të reja, një zhanër komedi fantazi dhe një horror. Komedi fantazi është filmi Good Fortune, që do të shfaqet sonte si premjer, me 16 tetor në ora 18, po ashtu e kemi edhe një orar tjetër që do të shfaqet të dielen me 19 tetor në ora 20. Pastaj e kemi edhe premjerin tjetër, Black Phone 2, është një film horror, besoj që do t'i pëlqej të gjithve. Ky do të shfaqet po ashtu sot si premier në ora 20, i ka edhe 2 orare tjera që do të shfaqet gjatë kësaj jave, të shtunen me 18 tetor në ora 20, edhe të dielen me 19 tetor në ora 18. Por kemi risi në Kino Hyria Hana, këtë javë do të shfaqet orari vetëm të shtunë dhe diel, kurse për javës tjetër do të shfaqen filmat në ditët premte, shtunë dhe diel. Në Kino Hyria Hana, dyert janë të hapura për çdo film dashës. Ju mirëpresim të gjithë adhurues të filmave në Kino Hyria Hana, tash me çdo vikend mund ta gjeni çdo zhanër të ndryshëm. Kino Hyria Hana në Gjakov vazhdon të jetë në hap me kinematografin botërore, duke sjellë filmat më të fundit nga mbar bota, si premjera e pastaj edhe me shfaqjen e tyre në orare të ndryshme. Të njëjtën dhe të premten zhvillohet java e parë në ligën e parë të meshkujve në basketbol. Ky edicion pritet të jetë shumë interesant me 9 skuadra që do të garojnë që në edicionin e ardhshëm të jenë pjesë e elitës të basketbollit. Basketbollistët e klubit të basketbollit Gjakova sonte në Prizren Arena do të ndeshin me basketbollistët e klubit kosovari. Sot nisin garat në ligën e parë të basketbollit të Kosovës në konkurrencën e meshkujve. Pjesë e kësaj lige është edhe klubi basketbollit Gjakova, të cilët në gjirën e parë do të përballen me klubin e basketbollit kosovari. Hektor Greta, trajneri i klubit të basketbollit Gjakova, tha që klubi këtë sezon do të jetë pjesë e ligës së parë, ligë e cila sipas Grezës nuk dallon shumë nga Superliga. Klubi basketbollistik Gjakova si vjet është kyç në ligën e parë, një ligë e cila kur gjëmongi që Superligës nuk është të marrë parasysh se Superligë dihet dominojnë lojtarët e huaj. Në gjirën e parë do ta zhvillojmë jashtë si vendas, që thash edhe parë, vendas shtëpi të huaj, meqenëse se KQZ ka marrë gjitha sallat. Po prapë se prapë
me që më shpresoj se do ta fitojmë këtë lojë. Grezda foli edhe për përbërjen e klubit, ku tha që lojtarët e klubit i kanë mbledhur nga më shumë se sa një qytet. Kemi një staf të lojtarëve të ri, që dhe kemi kërmalu për 2-3 qyteteve, faktikisht 3 qyteteve, edhe me stafin e lojtarëve të cilët kanë vëzohen në në Kosovë. Junior. Faktikisht ata nuk junior, janë kadet, po luajnë për junior. Është një mirë qytetit, një mirë e klubit, basketbolli gjakovarcit, me vitet në vijim do të kyqen senior, pavarësisht Gjakova, Vllaznia në një të tjerë. Synimin që klubi e ka pasur vetë është arritur, shtoi Grezda. Me kyqen e klubit në ligën e parë, jemi ardhur aty ku kemi pas synimin me vitet tona, dhe do të mesim aty. Nuk kem synime sepse Superliga kushton shumë. Tutje Grezda tha që puna për t'i arritur synimet që klubi ka do të jetë e vazhdueshme. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e merreshje shiu, me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 16 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 10 deri në 14 gradë Celsius, karakterizuar nga moti ngjashëm. Edhe shtuna do të karakterizohet nga moti vranët e merreshje shiu, me temperatura që do variojnë nga 9 deri në 16 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbajë moti vranët e ko pas kohe dhe me diell, me temperatura që do lëvizin nga 3 deri në 15 gradë Celsius. Mot me diell dhe vranësira do ta karakterizojë edhe të hënën, me temperatura që do variojnë nga 4 deri në 17 gradë Celsius. Edhe të martën pritet të mbizotrojë mot me diell dhe vranësira, me temperaturë minimale 9 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 19 gradë Celsius. 10 deri në 18 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti vranët e merreshje shiu. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Nesër në Tiranë protestohet në mbrojtje të ish krerëve të UÇK-s në Hag. Vazhdon numërimi i votave për kuvendin komunal në Gjakov, cilët janë kandidatët më të votuar. Kino hyri Hana me 2 premiera të reja këtë javë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.